rikthehemi përsëri për recetën e dytë dhe përpara se të kalojmë tek receta e dytë, çfarë po bën më Balla? Po kam mishin dhe normalisht do ta pastrojmë mirë. Kemi sjellë shumë mënyra për pastrimin e lugëve të drurit, të taljerës. Por e kemi sjellë me sodë, me limon. Pra, më duhet një pastrim shumë i mirë me krip. Pa e lagur taljerën, e shoh që nuk e ke lagur dhe kjo sigurisht eksfolion. Tani ushtoj uthullën. Uthullën. Është një proces shumë i rëndësishëm që duhet të kushtojmë vëmendje faktikisht, aq më tepër ansoret. Taljerave që janë këto kanalet, vizat prej druri, që taljerat prej druri, siç ndërtohen, siç prodhohen, kanë këto ndarjet, të cilat janë të predispozuara gjithmonë të krijojnë papastërti aty, të mbledhin mikrobe. Ndaj ne duhet jemi të vëmendshëm që ta pastrojmë siç duhet. Nuk marr leck për ta pastruar, të lagur thjesht me letër të kuzhinës. Po si, miq. Po ose piruni ose thika, kur na bie në tokë, themi do na vinë miqet, e ne do na vinë vërtet miq. Vaj, ulliri. E dim shumë mirë për mirëmbajtjen e drurit përdoret vaj. Po kjo vaj tani për çfarë? Po, mban butësinë. Mikrobet janë larguar me uthullën dhe me kripën. Dhe mban butësinë. Ja, sikur lyejmë diçka në llak. Në pas e fshim? Po. Do ta fshim dhe jep edhe një lloj shkëlqimi. Pra, kripa, pra, është butësia si krem që përdorim në trup. Shiko? Ja. Nuk është më ashtu e ashpër nga përkimi me krip. Po, merr një lloj butësie. Taljerat kanë gjithmonë nevojë të pastrohen sa herë ato përdoren, sidomos me produktet e mishit të viçit, mishit të pulës, apo produktet e perimet e tjera. Sa herë që e përdorni mirë është që jo vetëm një shpëlarje, por t'ju shkojë në mendje pra një proces i tillë, siç tham, me krip dhe uthull.